Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 185 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kushdo nga ju që e dëshmon këtë muaj, pra muajin Ramazanit, le ta agjerojë. Të dashur vëllezër dhe motra, në emrin tim personal, në emrin e Fondacionit të Kuranit dhe të stafit të radio televizionit online Drita e Kuranit, ju urojmë agjerim të mbar e të pranuar tek Allahu i madhruar. Falenderojmë Allahun fuqiplot, i cili edhe këtë vit na mundsoi, na dha mundësi pa që ne të arrijmë dhe të jemi të pranishëm në këtë muaj të begat, në muajin e mëshirës, në muajin e faljes dhe të shpëtimit. Muaji i Ramazanit, ky muaj është dhurat nga Allahu, është një stinë shpirtërore ku zemrat zbuten, mëkatet falen dhe shpirtrat afrohen më shumë me krijuesin, Allahun fuqiplot. Qëllimi i muajit të Ramazanit është ndërgjegjësimi i vazhdueshëm dhe devotshmëria. Pra të jemi gjithmonë të ndërgjegjshëm, se Allahu fuqiplot është prezent, na shikon, na dëgjon dhe regjistron gjithçka që ne bëjmë. Dhe të jemi të devotshëm, të friksohemi Allahut, të qëndrojmë larg të këqijave. I dërguari i Allahut, profeti Muhammad sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: kush agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, ati i falen mëkatet e mëparshme. A ka mrekulli më të madhe? Dhe ky hadith i profetit është një siharik për të gjithë ata që mendojnë se nuk u falen mëkatet, gjunahet e mëparshme. Muaji i begat i Ramazanit nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe nga pija, por ai është disiplinë e syrit, e gjuhës, e zemrës, e mendjes dhe gjymtyrëve. Pra, Ramazani është një fillim i ri. Ai është mundësia për të hapur një faqe të bardhë në jetën tonë. Në një hadith tjetër, profeti Muhammad sallallahu alaihi wa ali ka thënë: çdo gjë ka zakatin e vet, ndërsa zakati i trupave është agjërimi. Pra, ashtu si pasuria pastrohet me zakatin, edhe trupi e shpirti pastrohet me agjërim. Ramazani është pastrim i brendshëm, është rikthim tek natyra e pastër të fitra. Në ajetin 185 të surës Bakara, Allahu i madhruar thot: muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kurani, udhëzim për njerëzit dhe argumente
të qarta për udhëzim dhe dallim mes të vërtetës nga e kota. Ky ajet, apo sipas këtij ajeti të begat, muaji Ramazanit është muaji i Kuranit. Në këtë muaj le ta bëjmë Kuranin shokun ton të përditshëm, ta lexojmë, ta kuptojmë dhe ta zbatojmë Kuranin në jetën tonë të përditshme. Sepse ashtu si Ramazani është mëshirë, është shërim, edhe Kurani është mëshirë, është shërim. Të dashur vëllezër dhe motra, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: sa agjerues ka që nga agjerimi i tyre nuk përfitojnë vetëm uri dhe etje. Kjo na mëson se thelbi i agjerimit është përmirësimi moral. Nëse gjuha jon vazhdon me përgojim, zemra jon vazhdon të ketë zili, smir, dhe dora jon vepron me padrejtësi, atëherë e kemi humbur frytin e muajit të Ramazanit dhe të agjerimit në të. Imam Jafar Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kur të agjerosh, le të agjeroj edhe dëgjimi yt, shikimi yt dhe gjuha jote nga mëkatet. Kjo është esenca e agjerimit. Pra, muaji Ramazanit është shkollë vetë kontrolli dhe edukimit shpirtëror. Të dashur vëllezër dhe motra, ky muaj është muaj i mëshirës, është muaj në të cilën jemi të ftuar në gostin e Allahut. Siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në hutben e mbajtur para në pritje të muajit të Ramazanit, ku ka thënë: ai është muaj, pra për Ramazanin, në të cilin jeni ftuar në gostinë e Allahut. Sa nder i madh të jesh mysafir i Allahut të plotfuqishëm. Ramazani nuk është mysafir i zakonshëm. Ai është mysafir i shpirtit. Nëse duam falje, afërsi me Allahun dhe ndryshim të vërtet, duhet të hyjmë në muajin e Ramazanit me zemër të pastër, me gjunahe të braktisura, me amanete të kthyera dhe me pendim të sinqert. Në këtë muaj, dyert e qiellit hapen dhe dyert e xhehenemit mbyllen. Prandaj, le të jetë ky muaj Ramazanit muaj i pendimit, i sinqeritetit dhe i solidaritetit. Muaj të jetë muaj i faljes së njëri tjetrit, muaj i ndihmës për të varfrit, muaj i forcimit të lidhjeve familjare, muaj i lutjes së thellë dhe të sinqertë. Allahu thot: më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj ju. Sa bukur do të ishte që ky Ramazan të na bëjë nga ata që Allahu i përmend me mëshirë. Në këtë muaj është edhe nata e Kadrit, për të cilën Allahu fuqiplot thot: nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Kjo natë e madhe është një natë që mund të ndryshojë fatin e jetës sonë dhe të mos e humbasim me pakujdesi. Të dashur vëllezër dhe motra, dhe të jetë ky muaj Ramazan jo si muajt e tjerë të Ramazanit të kaluar, por dhe të jetë Ramazan i kthesës, i kthimit, i ndërgjegjësimit. Uroj që ky Ramazan të jetë dritë për zemrat tona, qetësi
për shpirtat tanë, falje për mëkatet tona, forcë për besimin tonë dhe shkak për afrimin tonë me Allahun e madhëruar. Allahu na bëft për atyre që e agjerojnë me sinqeritet, që e kalojnë këtë muaj të begat me adhurim dhe që dalin prej tij të falur e të pastruar. Allahu na e pranoft agjerimin, namazin, lutjet dhe çdo vepër të mirë që bëjmë në këtë muaj. Qoftë ky muaj i begat dhe i pranuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.